Projektet ndërkombëtare. Prania e Luana Vjollca në skenën ndërkombëtare shënoi një moment të rëndësishëm në rrugëtimin e saj profesional, kur ajo u ftua si paneliste kryesore në Dubai Mall në panelin prestigjioz From Vision to Brand, si dhe si e ftuar speciale në Global Fashion Arts, që në momentet e para, prania e saj tërhoqi vëmendjen e mediave dhe figurave më me ndikim të industrisë së modës, duke e kthyer në një nga emrat më të komentuar të eventit. Në një intervistë për L'Officiel Arabia, Luana përshkroi atmosferën e eventit si magnetike dhe të jashtëzakonshme. Për të, ky nuk ishte thjesht një event mode, por një moment kulturor ku u bashkuan emra legjendar dhe talente të reja që po formsojnë të ardhmen e industrisë. Ajo veçoi me respekt fjalimin frymëzues të Bruno Cucinelli, praninë vizionare të Mohamed Al-Abbar dhe homazhin për ikonën e modës Giorgio Armani, duke i cilësuar këto momente si dëshmi të trashëgimisë së përjetshme që ndërton kjo industri. Paneli ku ajo ishte folësja kryesore rezultoi ndër më të ndjekurit e eventit, me pjesëmarrës që mbeten edhe jashtë sallës. Për Luanën, ky interes nuk ishte presion, por një përgjegjësi për të ndarë përvojën e saj reale. Ajo foli me sinqeritet për ambicien, pasiguritë, gabimet dhe forcën që kërkohet për të rritur si grua në një industri konkurruese. Sipas saj, autenticiteti dhe përullësia janë sot vlerat më të rëndësishme. Më shumë se çdo imazh i perfeksionit artificial, vëmendja e madhe mediatike që e shoqëroi nuk ishte, sipas saj, rezultat i një strategjie të qëllimshme, por i konsistencës dhe qartësisë së vizionit. Ajo beson se kur historia është e vërtetë dhe e shprehur me sinqeritet, vëmendja vjen natyrshëm, duke krijuar ndikim të qëndrueshëm dhe jo thjesht momental. Ndërkohë, suksesi i markës së saj Lulu By Luana ka hapur horizonte të reja ndërkombëtare. Interesi i tregut në Dubai ka qenë i dukshëm, me kërkesa dhe blerje që kanë ardhur edhe para pranisë së saj fizike atje. Ajo shprehu admirim.